U rikthyem sërish në studio pas artit të themi, pas shfaqjes teatrale ne do kalojmë në fushë tjetër, në fushën e sportit. Karateistja e re nga Shkupi Rudina Aliu ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në arenën ndërkombëtare duke fituar medaljen e bronz në konkurrencën ekipore të kampionatit botëror universitar të karates të mbajtur në Brazilia të Brazilit. Në një garë ku morën pjesë mbi 1500 sportistë nga rreth 50 shtete të botës, Rudina arriti të ngrej lart emrin e vendit dhe të dëshmoj se puna, përkushtimi dhe sakrifica sjellin rezultate të mahnitshme. Sot do të flasim pikërisht për këtë sukses historik, rrugtimin e saj sportiv, sfidat me të cilat përballet dhe synimet që ka për të ardhmen. Me mua sot në studio kemi Rudina Aliu. Përshëndetje Rudina dhe mirë se erdhe në emisionin tonë në Ritmi i ditës. Përshëndetje ty dhe gjithë teleshikuesve tanë dhe faleminderit shumë për ftesën. Rudina, një çmim goxha do më thënës. Pikërisht në kampionatin botëror universitar, si e përjetove momentin kur kuptove se keni siguruar medaljen e bronz? Në javën e kaluar ne ishim pjesë e kampionatit botëror universitar në sportet luftarake, ku aty ishin më shumë se 1500 sportistë nga gjithë bota, ku unë isha e përgjedhur nga selektori i Maqenisë së Veriut që ta përfaqësoj shtetin dhe Universitetin Nën Tereza në kategorinë time individuale dhe në atë ekipore, ku në kategorinë time individuale unë ndala në qerek finale, kurse në kategorinë ekipore të femrave tek seniorët arritëm që të marrim të ngjitemi në podium dhe të jemi në vend të tretë. Ky është një rezultat tepër i lartë dhe jashtëzakonshëm për Maqeninë e Veriut, sepse është hera e parë që ndodh diçka e tillë në kategorinë e femrave. Dhe ne jemi shumë të emocionuar dhe presim që në të ardhmen të ketë edhe më shumë rezultate si kjo. Çfarë do thotë ky sukses për ty në aspektin të themi personal, por edhe në atë profesional? Shiko, unë gjatë tërë karrierës time kam marrë pjesë në shumë kampionate, në kampionate ballkanike, shtetërore, në liga botërore për të rinj, tani më edhe vetëm si seniore, por kampionati botëror është një ndjenjë tjetër, sepse ndoshta edhe presioni më i madh është presioni emocioneve, presioni psikologjik, presioni përgatitjeve, edhe është një ndjenjë shumë e mirë kur e kuptuam që kemi më vetëm vendin e tretë dhe kemi shkruar histori. Domethënë, emocionet janë po aq të mira, saqë në atë moment nuk e di, mendon shumë mirë diçka. Ju e cekët edhe vetë që presioni ka qenë goxha i madh, duke pasur parasysh se në këtë garë kanë qenë mbi 1500 garues apo sportistë nga e gjithë bota. Sa ishte i madh ai presioni për ty personalisht? Presioni është shumë i madh sepse edhe nga mendon se për këtë kampionat je përgatitur shumë edhe psikikisht, edhe fizikisht, ku për këtë kampionat kemi stërvitur nga 3 herë në ditë, në fitness, në trening, kemi jashtë në ambient të hapur dhe normal që kemi pritur shumë rezultate nga kjo, por edhe presioni normal psikologjik është edhe më i rëndi, sepse ndoshta ndonjëherë mund të jesh shumë e përgatitur fizikisht, por kur nuk e ke psiqikën në standardin që duhet ta kesh për atë turne, edhe mund të humbesh dhe të ndodh më e keqja. Dhe presioni ishte të jetë mase i lartë, por kaloi dhe në fund ja vleti. Ja vleti. Mund të na thuash, Rudina, cila kanë qenë sakrifica më të mëdha që ke bërë të themi për të arritur deri këtu ku je sot? Sakrificat e një sportist jo vetëm të mijat, më të mëdha janë duke i humbur ndoshta vitet më të mira të jetës tënde në sallë, se ndoshta në momentet kur shoqënia të thirr medalë, mu kënaq ti duhet të jesh në sallë sepse ke 3 herë stërvitje në ditë edhe ndoshta që ajo njëna prej sejneve që ti i kompenzon me trening. Me trening, domethënë nuk ka të ndalur, ndonjëherë për të arritur një rezultat, duhet të sakrifikosh, të themi, të kesh disiplinë në punë dhe për të arritur dhe se sot ne nuk do të kishim një Rudina e cila na ka sjellur një medalje të bronz pikërisht në vendin tonë. Mund të na thuash se çfarë dallon këtë medalje të themi nga sukseset e tua të mëparshme apo nga medaljet e tua të mëparshme? Unë në 13 vite karrierë kam shumë medalje, mbi 100 medalje dhe kam medalje ballkanike, kam medalje shtetërore ku jam 8 herë kampione e Maqenisë, dhe me thënë kategorinë minus 55 kg tek seniorët, U21 junior kadet, por kampionati botëror është diçka tjetër, sepse e dim të gjithë pjesëmarrjen e madhe dhe vetëm më i miri i shtetit shkon gjithmonë në kampionat botëror, edhe kjo është.
është diçka tjetër kampionati botror. Po, pikërisht edhe pse ke qenë zisa herë kampionate edhe në vendin ton, tani na ke sjellë edhe një medalje botërore, të themi, pikërisht në vendin ton. Sa e rëndësishme të themi është mbështetja e familjes, trajnerëve dhe shokëve, të themi, gjatë këtij rrugtimi tënd kaq të suksesshëm? Mbështetja është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë ti mund të jesh shumë i mirë psiqikisht, por kur nuk ke mbështetje të duhur, psiqika mund të mposhti dhe ndoshta mund të përballesh me shumë sfida që të duhet mbështetje, por unë falenderoj shumë trajnerët e mi, Jovan Lazarev dhe Irfan Aliu dhe gjithashtu edhe familjen time për mbështetjen, shoqëninë time, që ndoshta ato janë edhe një prej arsyeve që unë sot jam në këto hapa të suksesit. Të suksesit, si e vlerësoni nivelin e karates universitare në krahasim me garat e tjera ndërkombëtare? Reprezentacioni i Maqedonisë së Veriut për universitet është reprezentacioni më i suksesshëm në Maqedoninë e Veriut, ku tani më vetë se kemi shkruar histori, ku nuk kemi vetëm një medalje të bronz, kemi një medalje ari dhe një medalje të argjend gjithashtu nga ky kampionat botror dhe shpresojmë që në të ardhmen të sjellim edhe më shumë medalje nga ky reprezentacion, sepse jemi më të mirët dhe e di që mund të bëjmë edhe më shumë se kjo. Je një studente, studion në Universitetin Nën Tereza dhe njëkohësisht keni arritur edhe rezultate të larta, të themi, në fushën e sportit. Sa e vështirë është i kombinosh, të themi, studimet me sportin profesional? Tani si studente është shumë e vështirë, sepse tani më vetë se unë edhe një vit kam dhe do e mbaroj. Për momentin jam në vitin e tretë në Nën Tereza, në sport dhe shkenca sportive, ku ndoshta është shumë e vështirë të mbarosh sepse duhet të gjesh kohë të mjaftueshme edhe për mësime, edhe për universitetin, edhe të stërvitesh, por në fund ja dalesh sepse nëse e dëshiron një send shumë, atëherë do gjesh edhe kohë të mjaftueshme për të dyjat. Për të dyjat, ju keni kërkuar që institucionet të vlerësojnë këtë sukses me bursa dhe mbështetje. A mendoni se sportistët në vendin ton po marrin mbështetjen që e meritojnë, mbështetjen e duhur? Sportistët individuali jo, por ato sportistët që kanë të bëjnë me ekip apo me klub, po, kurse sportistët individual nuk fitojnë asgjë nga shteti dhe nuk e di pse është ky ligj, ku tani ne po luftojmë edhe me gjyq dhe shpresojmë që në fund të fitojmë gjyqin dhe të marrim një stipendion që na takon në neve, sepse kemi sjellur një rezultat shumë t'jashtëzakonshëm Maqedonisë së Veriut, është po një krenari e madhe që flamuri i Maqedonisë të ngritet lart për në kampionat botror, ndoshta edhe sepse jemi shumë pak popull këtu dhe është diçka shumë e rrallë që mund të ndodhë. Dhe tani po luftojmë me gjyqin dhe i bëj apel të gjithëve që ta fitojmë këtë gjyq dhe në fund të na japin edhe një plus sepse të stërvitemi edhe më shumë dhe ti sjellim Maqedonisë së Veriut diçka edhe më të madhe dhe vend të parë. Pikërisht nga 1500 garues nga e gjithë bota, ju keni sjellur medaljen e bronzë, pikërisht në vendin ton dhe shpresoj që institucionet përkatëse ta marrin parasysh këtë sukses për gjithë sportistët individual, të cilët të sjellin, të themi, diçka shumë ndryshe në vendin tonë, shumë gjëra të bukura dhe na bën të njohur, të themi, edhe në vendet e tjera të botës, të cilët edhe nuk e dinë se ku gjendet Maqedonia e Veriut. Dhe kjo na bën më krenare, pikërisht një vajzë si Rudina, e cila na ka sjellur një medalje kaq domethënëse në vendin tonë. Cilat janë sfidat më të mëdha financiare me të cilat përballet një sportiste e nivelit tuaj, pasi që ju tha që edhe me gjyq tani jeni duke u marrur që këta sportistët të vlerësohen, t'u jepet bursa, të financohen nga shteti? Sfida më e madhe një sportisti nëse dëshiron të arrijë majat është pjesa financiare, sepse sidomos sporti i karates është një ndër sportet më të vështira për të marrë, sepse çdo sen është i shtrenjtë, duke filluar nga kimonët, nga pajisjet sportive që na duhen, por edhe duke filluar sepse karatea nuk është vetëm në Ballkan, karatea është e shpërndarë në të gjithë botën. Një turnej mund ta kesh në Ballkan, tjetrin në Europë, tjetrin në Azi dhe nuk e di në të gjithë botën. Dhe pjesa më e vështirë është financat, sepse shteti nuk financon as pak në sportin e karates, edhe në sportet individuale, dhe gjithçka ne e përmbushim vetë. Do të thonë, kur kam qenë junior,
gjithçka financat mi ka bërë baba im dhe që jam falemnderuese shumë për kur arrita të kur suksese, arrita që të jem në klubin e karates Cvetan Dimov dhe tani treneri im Cvetan Dimov mi mbulon të gjitha financat dhe gjërat që duhet i paguaj dhe edhe ati jam shumë falemnderuese, por në fund të fundit edhe shteti duhet të financoj sepse patjetër është. Është e patjetërsueshëm që sportistët e rinj të them të mbahen, të financohen, se gjitha këto sukseset nuk mund të arrihen vetëm me të themi të vetëm, pa mbështetjen e vendit, pa mbështetjen financiare të keni nga institucionet e kështu me radhë. Çfarë ndiheni ndonjëherë nënvlerësuar, pavarësisht rezultateve që i sillni vendit tonë? Mund të them që gjithë kohën, sepse rezultatet që i kam sjellur në Maqenisë e Veriut rrallë kush mund t'i sjellë, gjithashtu edhe si femër, ndoshta edhe se pjesa që jemi edhe shqiptarë është edhe ende më e rrallë, ajo. Por kjo nuk vlerësohet, premtime kemi shumë, por premtimet rrallë kush i mban. Tani luftoj me bursa shumë të vogla që shteti na lëshon, që me atë bursa ndoshta nuk mund të përmbushet as edhe një turne jashtë vendit, sepse një turne në karate mund të shkojnë deri në përmbi 1.000 euro, kurse ti bursën nuk e ke ashtu. Dhe kjo është shumë e vështirë për një sportist individual që të arrijë majat, për mbështetja e familjes time dhe trenerit tim, unë mund të arrijë të shkoj gjithkund që dua dhe të sjell shtetit këto suksese. Çfarë duhet të ndryshojë në sistemin sportiv që talentet e reja të kenë më shumë mundësi zhvillimi? Duhet të ndryshoj mentaliteti pikës pari, jo vetëm tek ne, por në të gjithë popullin, sepse sidomos edhe tek vajzat, shoh që shumë pak ka konkurrencë tek vajzat në sportet luftarake, edhe mendoj që nuk duhet t'i ndalin prindërit ose dikush tjetër vajzat që të bëjnë sport luftarak, por ndoshta edhe tek pjesa financiare që e tham, është shumë e vështirë që një familje me rrogat që i kemi sot të mund t'ja dalë edhe me një sportist që i dëshiron t'i ngrit majat. Cilat janë garat më të rëndësishme që ju presin deri në fund të vitit, Rudina? Tani deri në muajin gusht kemi off-season, do me thanë, pas muajit shtator na pret kampionati i ligës botërore në Salzburg, pastaj na pret edhe kampionati evropian për Universitetin në Tiranë, dhe kështu me radhë do e shohim agjendën. Çka ashtu, ku e shihni vetëm pas disa vitesh? Pas disa viteve veten e shoh pas përfundimit karrierës time dhe shpresoj që kur të përfundoj karrierën mos të kem të ndalen vetëm me këtë medalje, të kem edhe disa medalje tjera europiane dhe botërore. Pastaj e shoh pas përmbylljes karrierës time, shoh veten si një trenere dhe talentin tim t'ja shpreh edhe atyre që dëshirojnë të merren me këtë sport dhe të mund të arrijë edhe me ato sukses, sepse jo. Një profesoresh ndoshta në sportin, me sport, pse jo? Pse jo në të ardhmen. Rudina, mund të na thuash se kujt ja dedikon këtë sukses sot? Këtë sukses unë ja dedikoj familjes time, sepse ata kanë qenë me mua gjatë gjithë kohës, edhe kur ka qenë diçka e vështirë, ato gjithmonë më janë gjindur pranë dhe ju falemnderoj shumë dhe ndoshta ndonjëherë do ja u kthej me të mirë. Të kam frikë të themi shokët dhe shoqët pasi që je një karatiste? Ja, unë karatiste jam vetëm në tatami, kurse kështu jam një njeri shumë i dashur. E shumë mirë, shumë mirë. Se të them se jo, me Rudinën mos u ngacmoni se mund të na rra, të themi kështu. Me shaka pak do e marrim këtë pjesë. Çfarë premton Rudina për garat e ardhshme? Premtoj shumë suksese edhe më të mëdha se kjo dhe do stërvitem çdo ditë që të arrijë majat e suksesit dhe t'i bëj krenar të gjithë shqiptarët dhe popullin e Maqenisë kudo që janë. Dhe në fund, Rudina, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata sportistë e rinj që mund të jenë në kategori të ndryshme? Mesazhi im është që të punoni, mos ndaloni dhe koha juaj do të vijë. Do të vi pa u ndalur. Dhe shpresojmë që sadopak kjo interviste jona të ketë përcjellur një mesazh deri tek institucionet përkatëse, sepse medalje të tilla nuk mund t'i sjell gjithkush në vendin tonë, pikërisht nga një garë të themi botërore, nga 1500 garues që kanë marrur pjesë dhe pikërisht Rudina është dalluar për punën e saj që ka bërë gjatë gjithë kohës dhe ka sjellur një sukses në vendin tonë.
Të falimderit të shumë Rudina dhe të presim të dëshirojmë suksese në të ardhmen dhe mos ndalësh me punën dhe të shohim në të ardhmen e një profesoresh në fushën e sportit, por edhe pse jo edhe një trenere që një vajzë ka ëndra të tilla ashtu si ti. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kjo ishte e gjithë që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe të shpresojmë që temperaturat pak nuk do të ndikojnë në shëndetin tonë, sepse tani më kanë filluar të bëhet të vapë edhe në studio, por edhe jashtë kanë ngritur temperaturat. Kështu që të keni kujdesë, mos dilni jashtë të themi nga ora 11 të qëndroni të mbyllur edhe kështu me radhë. Kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju dëshiroj një ditë të mbarë. Mirëmbëjtje.